Ndërkohë, ish pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës kanë hyrë në ditën e dytë të grevës. Ata kërkojnë nga institucionet e vendit përmirësimin e kushteve të tyre si dhe respektimin e vlerave të luftës UÇK-s. Ndërkaq zyrtarë të qeverisë thonë se po punojnë për plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtave të familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të UÇK-s. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon atje Dona Demaj. Në tendat e vendosura para ndërtesës së qeverisë, ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë hedhur në grevurie për të kërkuar përmirësimin e kushteve të jetës së tyre. Gjevdet Qeriqi, udhëheqësi i Këshillit Grevist, thotë se kërkesa themelore e ish ushtarëve të UÇK-s është respektimi i vlerave të luftës. Si invalid i luftës, ai thotë se jeton me një ndihmë sociale prej 72 eurosh në muaj. Ndihmë kjo shumë e vogël që i jepet atij dhe shokëve të tij. Ai thotë se veteranët dhe invalidët e luftës janë ndër kategoritë më të rrezikuara në Kosovë. Po kërkesa tona janë është mbrojtja me ligj këtyre kategorive dhe implementimi i tij në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes, ngritja e pensioneve të invalidëve dhe familjeve dëshmorëve, shërimi i invalidëve jashtë vendit, zgjidhja e banimit të gjitha kategorive, punësimi i veteranëve ose përfshirja në asistencë sociale derisa të punësohen, lerimi të gjitha shërbimeve shëndetësore, tatimit në pronë të organave, të gjitha shërbimeve dokumentacioni, lerimi nga rryma ujë, transporti e tjerë, shkollimi pa pagesë i këtyre kategorive, pajisjet e invalidëve në gjendje thronë me mjetet e nevojshme për lehtësimin e qarkullimit të tyre. Ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës thonë se pa realizimin e të gjitha kërkesave, duke u nisur nga zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s, nuk do të ndërprejnë grevën. Ligji për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të UÇK-s zbatohet pjesërisht në Kosovë. Pas miratimit të tij në parlament në vitin 2006, ai që ndryshuar në disa pjesë nga administrata e Kombeve të Bashkuara. Ish pjesëtarët e UÇK-s kërkojnë zbatimin në tërësi të ligjit, ashtu siç ishte miratuar fillimisht nga parlamenti. Qeveria thotë ndërkaq se ka filluar procesin e plotësimit të ligjit. Udhëheqësi i zyrës për veteranët e luftës së UÇK-s në zyrën e kryeministrit Faik Fazliu thotë se tërë procesi po zhvillohet në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta e UÇK-s. Deri më tani në Kosovë ne kemi zbatim të ligjit ku familjet e dëshmorëve marrin 235 euro në muaj. Ma është mbi pagën mesatare në Kosovë. Invalidët e luftës marrin duke filluar nga 70 euro mbas shkalla më e ulët deri në 160 euro shkalla, do të thonë një shkallë më e lartë. 180 euro në fakt. Kështu që qeveria e Kosovës është angazhuar që ligji të ndarmen të zbatohet në tërësi dhe të amandamentohet normalisht. Kërkesat e ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë mbështetur edhe nga organizatat humanitare në Kosovë, të cilat kërkojnë trajtim më të mirë të veteranëve dhe kategorive të tjera të dalë nga lufta. Për Zërin e Amerikës, Dona Demaj, Prishtinë.